Nisim programin e drekës, i cili sot do të ndahet në 3 pjesë, do t'jenë 3 intervistat të ndryshme me 3 njerëz të ndryshëm, por të gjithë të përfshirë në listat e partive përkatëse për zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit. E nisim me Partinë Socialiste, e nisim me listën e hapur të saj, me mua në studio është deputeti aktual në fakt i Partisë Socialiste, zoti Etien Xhafaj, mirë se erdhët, kënaqësi ju kem në studio. E para, në fakt, e prisni tishit në listë të hapur? Ishte surprizë për ju, e keni kërkuar vetë? Jo, nuk ishte as pak surprizë, prisja që t'isha në listë të hapur, dhe për këtë nuk kam zhvilluar asnjë diskutim për listën mbyllur apo jo. Kryeministri Rama që nga takimi i asamblesë në shtator e tha këtë, dhe unë nuk mendova as atëherë, pavarësisht se u tha ata që kanë vetëm një mandat, nuk mendova në asnjë moment që do të isha në listë mbyllur, dhe besoj që për shumicën e kolegëve që janë përfshirë si në Tiranë ashtu edhe në 11 qarqet e tjera të Shqipërisë, kjo nuk ka qenë ndonjë surprizë e madhe edhe për veten e tyre, duke qenë që këto janë zgjedhje jashtëzakonisht shumë të rëndësishme, zgjedhje të përgjithshme, të cilat vendosin, le të themi, një degëzim të drejtimit në të cilin Shqipëria do të shkojë. Pra do të shkojë kundër perëndimit apo do të shkojë në drejtim të BE-s. Dhe për këtë arsye besoj që është skenari më i mirë që ata nga ne që janë prezantuar fuqishëm, do të thoja unë, nga mbështetja qytetare dhe me vota në vitin 2021, ta ishin përsëri aty për ta ribërë këtë përpjekje dhe për të marrë rezultatin më të mirë të mundshëm në fillim për Partinë Socialiste dhe për mandatin e ardhshëm qeverisës dhe pastaj edhe për vete. Ju e artikuluat pak më bukur se kryeministri në fakt, kur thatë se do të votojnë për shkuar drejt perëndimit apo kundër Europës. Në fakt, Jo, unë thash kundër perëndimit apo drejt Europës. Drejt Europës, okej, dakor. Rama ka thënë, po deshët që të shkoni të sigur drejt familjes madhe europiane, votoni ne. Nëse doni të rini në kënet, votoni ata. Patjetër, sepse kjo ka të bëjë shumë edhe me brendin, edhe me përmbajtjen e 2 fushatave. Të gjitha fushatat e Partisë Socialiste, edhe ato kur kemi qenë në opozitë, dhe unë kam qenë pjesë, kanë qenë gjithmonë të fokusuara tek mesazhi pozitiv, tek shpresa, tek krahasimi pozitiv përkundrejt asaj që kemi qenë në gjendje të bëjmë për qytetarët dhe asaj që do donim të kishim bërë më mirë. Ndërkohë që nga krau tjetër kemi vetëm tregim me gisht, baltosje nga mëngjesi deri në darkë, dje e pam sërish në parlament dhe një farë mënyre është thirrje emrash njëri tjetrin. Dhe unë nuk besoj që deputetët e asnjë parlamenti në botë votohen për të usharë me njëri tjetrin, por votohen për të prezantuar alternativat më të mira që din ata dhe për të përfaqësuar denjësisht qytetarët të cilët me votën e tyre të lirë i kanë sjellë në atë sallë. Përse i gjendet gjithmonë kjo mënyrë kur vjen puna për të bërë fushat elektorale? Përse atakohet dhe bullizohet kundërshtari kur mund të tregohen punët që janë bërë edhe të premtohen ato që do të bëhen? Përse zgjidhet kjo lloj mënyre? Nuk zgjedhur në asnjë moment, nuk e di ku e keni parë bullizimin e kundërshtarit nga ana. Kënet është bullizim. Bullizim? Tani, këneta është një term i cili nuk është shpikur në Shqipëri, është shpikur nga presidenti Trump, dhe që synon pastrimin e ambientit, le themi, nga ata që hedhin balt, se këneta njihet për baltën, dhe jo për shumë gjëra tjera përveç mushkonjave. Është metaforë atëherë. Patjetër që është metaforë. E njëjta gjë ndodh edhe me metaforën e bufit, që në fakt bën vetëm hu nga 34 vite më parë deri më sot. Pra, nëse shikoni retorikën dhe diskurin politik që vjen nga opozita. Ka ndonjë ndryshim sipas jush në 34 vitet e fundit? Ju jeni një gazetare me jashtëzakonisht shumë eksperiencë. Gjithmonë çdo qeveri nuk ka ndryshuar nëse në krye të qeverisë ka qenë ndjeri Bashkim Fino apo Pandeli Majko. Ilir Meta nëse doni apo Fatos Nano. Gjithmonë kanë qenë të gjithë kriminal, kontrabandist, trafikant dhe vetëm këta të larë. Në rastin kur janë dalë kundër ambasadorët, kanë qenë edhe ambasadorët të tillë. Pra në çdo rast të gjithë të tjerët janë të këqinj dhe duke i quajtur, duke i nxirr të gjithë të tjerët, synohet që të polarizohen dhe të rriqen votat drejt vetes. Në fakt, ajo që është fushata e Partisë Socialiste deri tani, ka qenë gjithmonë e fokusuar tek punët që janë përfunduar. Ne nuk kemi bërë promovim elektoral të tyre, sepse kemi rënë dakord që në kodin elektoral të mos bëheshin këto, pra të mos dalë unë sot si një deputet i rrethinave të Tiranës dhe të tregoj diferencën e bërë nga një epokë në tjetrën për t'i shkelur ato rrugë vetë, por ama patjetër që po tregojmë dhe do tregojmë punët e mira që janë bërë këto 12 vite për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dhe personalisht unë besoj që ka një ndryshim të jashtëzakonshëm
që të gjithë e prekim dhe e shikojmë. Patjetër që nuk është absolutisht pozitiv, patjetër që ka gjëra që duhen dhe do t'i bëjmë më mirë, por që diferenca e Shqipërisë në 2025 me Shqipërinë në 2013-ës duket dhe është aty për t'u parë nga të gjithë shqiptarët, edhe nëse janë brenda vendit dhe jetojnë këtu si ne, kanë zgjedhur të rrisin fëmijët e tyre në këtë vend, edhe ata që vinë nga jashtë dhe vizitojnë vendin. Dhe prandaj besoj që edhe në diasporë, edhe në Shqipëri, Partia Socialiste do të korrë fitore.